Hapja e procesit të identifikimit dhe votimit. Pasi keni shtypur butonin U krye në ekran, shfaqet mesazhi vendos kodin PIN 6 shifror, si dhe tastiera për të vendosur kodin. Vendos kodin PIN 6 shifror, I cili gjendet në zarfin e bardhë të kredencialeve të operatorit. Kujdes! Nëse kodi PIN 6 shifror I kredencialeve të operatorit nuk është I saktë, atëherë do t'ju shfaqet një mesazh informues, kodi PIN I pasakt, provoni përsëri. Nëse pas 3 tentativave ju shfaqet përsëri mesazhi kodi PIN I pasakt, provoni përsëri, kontaktoni me numrin e suportit 0800 05 05. Pasi keni vendosur sakt kodin PIN 6 shifror të kredencialeve të operatorit, në ekran do t'ju shfaqet mesazhi informues, ju po hapni procesin e identifikimit, si dhe butonat anullo procesin dhe hap procesin e identifikimit. Shtyp butonin hap procesin e identifikimit. Pej lëshon një sinjal zanor bip, si dhe printon raportin e hapjes. Raporti e hapjes firmoset nga KQV dhe futet në kutinë e materialeve zgjedhore. Në ekran shfaqet mesazhi procesi zgjedhor u hap me sukses. Shtyp butonin U krye. Pej është gati për të kryer identifikimin e zgjedhësve dhe në ekran shfaqet sesioni identifikimi I zgjedhësve si dhe elementët. Butoni lista e zgjedhësve. Butoni lista e veçantë. Butoni kërko manualisht. Informacione. Llojin e përdoruesit. Statusin e QV-s. Indikatori I baterisë. Indikatori I valve të modemit. Data dhe ora. 4 hapat në të cilat kalon procesi I identifikimit. Tabelën përmbledhëse të identifikimit në pej e cila na tregon numrin e votuesve të identifikuar nga lista e zgjedhësve, numrin e votuesve të identifikuar nga lista me raste të veçanta, numri total I votuesve të identifikuar. Pasi peju konfigurua, gati për të kryer procesin e identifikimit, Komisioni I Qendrës së Votimit duhet të marrë vendim për fillimin e identifikimit dhe votimit në orën 7:00 të mëngjesit.